Të dashur shqiptar, është gjetur yshulli I lirë Nisuris, ose Nisyris, që në greqishten e sotme shqiptohet Nisiris. Kjo është për te imagjinatës njerëzore. Për arsye shumë të thjeshtë. Ja të ulemi bashkë, këtu a them. Ç'na ka gjetë? Këtë zbulim gjoja e bën një turbo alban, I cili e ka fliqur YouTube-in edhe TikTok-un. Dhe ai e shpjegon këtë fjalë me fjalën ni, do thot një, dhe syri. Mirë po nuk vjen nga shqipja, megjithatë është fjalë ilire. Është përmendur tek Iliada. Askush nuk e di ç'do thot Nisyris, por është fjalë ilire. Pse? Sepse është krijuar një lloj si Illyris. Është për të qartë. Nisyris ishte një personazh mitologjik, një gjigant, I cili në fakt kishte një emër tjetër, sepse në Greqinë e lashtë edhe në Iliri perëndit kishin disa emra. Emri I tij I parë ishte Porphyros, do thot me ngjyrë të kuqe. Dhe emri I dytë është Nisyris. Dëmtohet Nisyris nga Polyphemus, I cili e godet me atë cfurkun e tij. Ka patur dhe një emër të tretë, Polybotes. Ka kuptimin me shumë turma, me shumë kope. Pra ka patur 3 emra të ndryshëm. Ky ishull është pranë Turqisë së sotme, në një zonë që quhet Cyklades, nga Kuklos, rrumbullakët, syri I ciklopit, sipas mitologjisë helene, ilire. Do të kemi parasysh që ilirët janë helen, dhe ata janë helenët e veriut, për fat keq. Pra, emri Illyris është krijuar një lloj si Nisyris. Çmenduri. Dhe ky emër është krijuar nga folja nisomai, që në greqishtën e sotme është një buburec. Kam shumë frikë nga buburecat. Prit, tash të pak. Kam të merr. Edhe emri Nisyris është krijuar një lloj si Illyris. Illyris ka kuptimin së shtrembër në greqisht. Çakër. Është I sharje. Ç'na ka gjetë? Pra është një fjalë e dialektit jonik. Nuk përdoret nga grekët, nuk e njohin grekët, sepse ka patur 26 dialekte të ndryshme helene në të gjithë Mesdheun, dhe helenët janë përhapur në të gjithë gadishullin ilirik. Pra, ilirët janë helenë të veriut, që nuk di se kush ishin, derisa unë fillova të studioj mendimin e inteligjencës kompjuterike. Pra, unë kam lexuar Iliadën në origjinal, dhe aty Nisome ose Nisomai është një lloj si fjala shqipe nisem. Ka kuptimin nisem, udhëtoj. Ç'na ka gjetë? Shqipja është e lidhur me greqishtën. Tani është gjetur një fjalë tjetër shqipe, sipas Joklit, knelem. Ma shpjegoni pranë filmit ç'do thot knelem në shqip. Dhe është krijuar sipas Joklit me parashtesën k, një lloj si fjala kënaqem, edhe knelem. Pra, rënja e fjalës është neslem në ilirishtën e lashtë. Tash është për të qartë. Jokli është I vetmi person që na ka dashuruar. Tani ju dua dhe unë, kuptohet se unë shqiptar jam. Edhe unë I urrej turbo albanët, me këtë turbo albanin kam folur edhe në TikTok shpesh. Dhe ai është tallur gjë me mua. Pra, Nisyros nuk vjen nga një syri, po vjen nga folja nisome. Dhe ilirët flisin pra dialektin jonik, është për të qartë. Nisyros është krijuar një lloj si Illyros. Llaftar. Dhe fjala shqipe kënelem ka të njëjtën origjinë. Pra jo vetëm që ne nuk vim nga Kaukazi,
Gjuha greke vërteton që jemi vendas. Unë mendoja se ne ishim sklever të ilirëve. Pra ilirët kanë folur jo greqisht, po një dialekt indo-europian shumë të ngjashëm me greqishtën. Për shembull, fjala brindos është origjina e fjalës brini në shqip, është emër gjinisë mashkullore në një lloj helenishtje që nuk ekziston, pra është ilirishtja. Është të tmerrshme. Emocionohem shumë kur bëj ndonjë zbulim. Tani, ky zbulim nuk do ishte bërë kur sikur unë mos kisha folur me këtë person në TikTok. Më ngjallën ato emocionet e forta, se si ai më shante, më fyente. Po, kjo ka të mirat dhe të këqijat e saj. Këqijat është se të leqendizë njerëz që s'marrin vesh. Por po të mos isha grindur unë me këtë person, nuk do kisha gjetur origjinë në fjalës Nisiros, që është krijuar një lloj si Illiros. Dhe është me të njëjtën origjinë si fjala Nisome, udhëtoj. Sot, greqishtja ka mbrojtur shqipe. Që të meri, që armiq tanë më të mëdhej. Ata, pa dashje, janë bërë një lloj mbrojtëse e shqipes. E tmerrshme. Dhe kjo është regjistruar në fjalorin e Stefanosit të Bizantit, pra ka qenë deri në shekullin e 6 të erës sonë. Një popullsi që fliste ilirisht në Nisiros. Përfundimisht janë zbuluar 26 dialekte helene, por ilirishtja është dialekti 27. Pra, gjuha jonë nuk është gjuhë greke, por është shumë e ngjashme me greqishtën e lashtë. Aq sa dhe grekët kanë mbetur pa mend. Ju faleminderit për vëmendjen. Dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Ju dua shumë. Qaj, sepse nuk dua që ju të dilni nëpër demonstrata. Nuk dua që të shkatroni shtetin shqiptar si në 97-ën. Mos e bëni këtë, ju lutem. Nuk ja vlen që për një plesht ta djegim jorganin.